Komentimi përsosur i Kuranit, Gjuzi 30, Sure El Infitar, zbritur në Mekë, ajete 19. Përmbajtja e sures El Infitar. Kjo sure, si shumë sure të tjera të gjuzit të fundit të Kuranit, flet për çështjet e Kiametit. Ajetet e kësaj sureje trajtojnë 5 tematika të ndryshme. 1. Flitet për ngjarje që do të ndodhin në prag të përfundimit të botës dhe në çastin e ardhjes së Kiametit. 2. Flitet për vëmendjen që njeriu duhet të kushtojë mirësive të Allahut, mirësi që përfshin të gjithë qenien e tij, si dhe thyrjen e mendjemadhësisë së njeriut për t'u përgatitur për ngjarjen e ringjalljes. 3. Flitet për engjëjt që janë përgjegjës të regjistrimit të veprave të njeriut. 4. Fati të mirëve dhe të këqive në ditën e Kiametit. 5. Mëtej flitet për një pjesë të vështirësive në atë ditë të madhe, ditën e dhënies së llogarisë. Mirësitë e leximit të sures El Infitar. Në një hadith të transmetuar nga Imam Sadiku, paqja e Zotit qoftë mbi të, lexojmë: kushdo që i lexon këto dy sure, pra surën El Infitar dhe surën El Inshiqaq, në kohën që fal namazet e detyruara, vajxhib dhe ato të pëlqyeshme nafile, nuk do të ketë asnjë perde që ta ndalojë atë nga Allahu. Kështu midis tij dhe Allahut nuk futet askush. Nëse e vështron këtë sure me syrin e zemrës, duket sikur vështron Allahun dhe Allahu me mirësinë e tij shikon atë që ta liroj nga llogaria e njerëzve. Pa dyshim që mirësia më e madhe është të qenit pranë Allahut dhe largimi i perdeve midis njeriu dhe krijuesit. Këto janë për ata që i mbartin këto dy sure në thellësinë e zemrës dhe e praktikojnë vetveten sipas këtyre sureve. Të mos mjaftohen vetëm me leximin e tyre, por t'i vënë në praktik të gjitha ato që lexojnë. Ajetet nga 1 deri te ajeti 5. Bismillahirrahmanirrahim. Idha as-samaa'u fatarat, wa idha al-kawakibu intatharat, wa idha al-biharu fujjirat, wa idha al-quburu bu'thirat, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Kur qielli të çahet dhe yjet të derdhen, kur detet të përzihen dhe varret të rrotullohen, atëherë çdo kush do të mësojë për veprat që ka bërë dhe që ka lënë pa bërë. Komentimi. Në kohën që sistemi i botës të çrregullohet. Në fillim të kësaj sureje hasim një pjesë të ngjarjeve të tmerrshme që do të ndodhin në prag të ringjalljes dhe do të përfshin të gjithë botën anë kënd. Në fillim të sures thuhet: kur qielli të çahet, mëtej shton dhe yjet të derdhen. Sistemi i botës do të çrregullohet dhe do të ketë shpërthime të mëdha, të cilat do të përfshin të gjitha planetet qiellore. Jo vetëm planetet do të humbasin sistemin dhe rregullin e tyre, por edhe yjet do të dalin nga qarku i tyre. Të gjitha këto për shkak të tronditjes së madhe me njëri tjetrin. Ata coptohen e kështu jeta e kësaj bote përfundon, duke u shkatruar gjithçka dhe mbi këtë shkatrim do të lindë jeta e re e ahiretit. Fjala infatarat vjen nga rënja e fjalës El Infitar dhe ka kuptimin çarje. Në shumë ajete kuranore është të cekur i njëjti kuptim, pra është i ngjashëm me kuptimin që cituam më lart. Si shembull, do të citojmë surën El Inshiqaq. Në fillim të kësaj sureje thuhet: Idha as-samaa'u fatarat, ndërsa në ajetin 18 të surës El Muzammil thuhet: as-samaa'u munfatirun bih. Fjala intatharat rrjedh nga rënja an-nathru dhe ka kuptimin shpërndarje. Fjala El Intithar ka kuptimin u shpërndan. Meqense shpërndarja e yjeve bëhet shkak që ato të bien në ndonjë qosh apo vend, shumë komentuese kanë komentuar atë me kuptimin rënja e yjeve, e cila ka kuptimin edhe të shpërndarjes. Fjala El Kawakib është shumë si fjalës Kaukebun. Kjo fjalë në fjalorin arab ka shumë kuptime, si për shembull yje, planete, pemët e larta, lulëzimi i pemëve, shkëlqimi i çelikut, adoleshenti i bukur, shpata, ujë, drejtuesi një grupi ose presidenti një grupi e shumë kuptime të tjera. Përveç këtyre që kemi cituar, në veçanti perdja që del te syri quhet Kaukeb. Po ajo çka është konstatuar është se kuptimi vërtet i saj është yll i shëndritshëm. Kuptimet e tjera konsiderohen si virtuale sepse kanë ngjashmëri me kuptimin e vërtet të fjalës. Askush nuk e di të vërtetën e shpërndarjes së yjeve, shpërthimit të planeteve qiellore dhe prishjes së sistemit të tyre, si dhe pse ndodh kjo gjë. A ka përplasje apo jo? A prishet ekuilibri i forcës së shtytjes dhe i tërheqjes, apo mbi të mbizotron një forcë e madhe e mistershme, e cila ndikon fuqishëm te ajo? Apo zgjerimi gradual i botës së sotme që sipas mendimit të shkencëtarëve ka arritur kulmin lidh këtë dukuri?
Në të vërtetë askush nuk e di se cila është e vërteta, por ne dimë se qëllimi i përdorimit të ajetit është për të lajmëruar mbi këtë çështje që planetet e mëdha qiellore do të kenë këtë fat. Detyra e njeriut në këtë mes është konsideruar e dobët. Të gjitha këto janë paralajmërime për njeriu në këtë tokë, e cila do të vdes. E gjithë kjo është për shkak se njeriu të mos mendojë se ajo shtëpia e tij e përhershme, të mos tërhiqet shumë pas saj, e të mos bëjë mira mëkate për shkak të saj. Më pas nga qielli vjen në tokë, kur detet të përzihen. Edhe pse në ditët e sotme të gjitha detet mbi tokë përveç liçeneve kanë lidhje midis tyre, në prag të ditës së Kiametit për shkak të tërmeteve të mëdha, si dhe për shkak të shembjes së maleve dhe rënies së tyre mbi dete, ato do të mbushen plot, ato do të mbushen aq shumë sa që uji do të mbulojë të gjitha thatësirat dhe detet do të ngjajnë si oqeane. Ajeti 6 të surës At-Takwir wa idhal biharu sujjirat, kur detet të vlojnë, e kanë komentuar me këtë kuptim. Ka mundësi që në komentimin e këtij ajeti dhe të ajetit 6 të surës At-Takwir, qëllimi i përdorimit të fjalës fujjirat dhe sujjirat është të tregojë po atë shpërthim që oqeanet do t'i shndrojnë në liçene me zjarr. Sikur se është cituar, uji është i përbërë nga dy elemente të cilët janë djegëse, oksigjeni dhe hidrogjeni. Nëse uji shpërbëhet dhe ndahen dy elementët e tij, mjafton një shkëndijë e vogël zjarr dhe dy element, hidrogjeni dhe oksigjeni, marrin flak. Më pas flitet për fazën e dytë të ringjalljes, e cila është periudha një jete të re jo vetëm e kësaj bote, por edhe e botës së të vdekurve, dhe varret të rrotullohen. Të vdekurit do të dalin nga varret dhe do të bëhen gati për të dhënë llogari. Fjala buathirot ka kuptimin trazim dhe shpërndarje. Raghibi në librin Mufredat midis të tjerësh thotë se kjo fjalë nuk është e përbërë nga fjalët bathun dhe uthiret, ndaj dhe kuptimin e tyre e ka bashkuar në një fjalë e ngjashme me fjalën Bismillah, që është e përbërë nga fjalët Bism dhe Allah. Sido që tjetë ajo çka është paraqitur në ajetin e mëposhtëm është e ngjashme me surën Az-Zelzele, ku lexojmë toka do të nxjerrë jashtë atë çka brenda saj. Qëllimi i përdorimit të ajetit është të tregojë të vdekurit e varrosur në tokë. Një nga komentimet e njohura është ky ajet. Gjithashtu ky ajet është i ngjashëm me ajetet 13-14 të surës An-Naziat, por ajo do të jetë vetëm një fryrje vetme e surit dhe ata përnjëherësh do të brofin të ringjallur. Të gjitha këto interpretime tregojnë se ringjallja dhe dalja e të vdekurve nga varret do të kryhet në mënyrë të shpejtë dhe të papritur. Pas citimit të këtyre shenjave, të cilat do të shfaqen përpara dhe pas ringjalljes, fjalën e fundit e citon në këtë mënyrë, atëherë çdo kush do të mësojë për veprat që ka bërë dhe që ka lënë pa bërë. Po, atë ditë të gjitha perdet do të largohen, por ato perde do të ndahen në mes nga neglizhenca dhe krenaria, e kështu e vërteta e botës së zhveshur është e qartë. Që nga jo ditë gjithçka është e qartë dhe e dukshme, pra gjithçka do të jetë e dukshme si kristali. Njeriu do të shikojë të gjitha veprat e tij dhe do të informohet për të mirën dhe për të keqen, do të informohet dhe do të shikojë punët që i ka bërë më parë. Jo vetëm kaq, por do të shikojë vlerat dhe frytet e punëve që i ka punuar në këtë botë, për të cilat do të kujtohet nga njerëzit. Ato do të jenë punët e mira, pra mirësitë e tij, të cilat i ka kryer gjatë gjithë jetës së tij. Po ashtu do të shikohen e do të vlerësohen punët që kanë pasur për qëllim kënaqësinë e Allahut, do të shikohen punët që kanë pasur si qëllim gëzimin dhe kënaqësinë e shejtanit, pra sipas vlerave dhe qëllimeve që njeriu ka pasur për punën që ka kryer, do të shpërblehet. Këto janë disa shembuj për të cilat njeriu do të vlerësohet, si për mirësitë e kryerjes së një vepre të mirë, si për mirësitë e shkrimit të një libri. Këto vepra do të ndikojnë në jetën dhe në sjelljen e njerëzve. Këto janë disa shembuj nga veprat ku rezultati shikohet më vonë dhe shembulli i ahiretit është në ajetin e mësipërm. Është e vërtetë se njeriu pak a shumë është i njohur në përgjithësi me veprat që kryhen, por haresa, egoja dhe dashuria për vetveten bën që shpesh herë të harojë dhe të mos kujtojë veprat që ka kryer. Por në atë ditë shikohet gjithçka që është përfshirë në revolucion, po ashtu edhe shpirti e zemra e njeriut është e përfshirë në atë revolucion ku do të marrë informacione për të gjitha veprat që ka kryer në mënyrë të përpikt. Gjithashtu sipas ajetit 30 të surës Ali Imran, i shikon të gjithë njerëzit pranë vetes, keni frikë ditën kur çdo kush do ta gjejë përpara atë që ka punuar mirë dhe atë që ka punuar keq. Disa komentues për këtë ajet kanë dhënë mendime të ndryshme, si për shembull punët për cilat flet ajeti janë punë dhe vepra që jo vetëm kanë qenë të pranishme në fillimin e jetës, por edhe janë lënë për në fund të jetës së njeriut. Komentimi dhe interpretimi i parë është më i drejtë, gjithashtu qëllimi i përdorimit të fjalës nefsun në këtë rast nënkupton shpirtin e popullsisë njerëzore, pra në këtë ajet përfshihen të gjithë njerëzit.
hulumtim. Veprat që mbeten nga njeriu. Përveç asaj që është cituar në ajetin e mësipër, ne mund të shikojmë një sër transmetimesh dhe hadithesh, të cilat mund t'i përdorim më së miri për çështjen e veprave që i mbeten njeriu pas. Njeriu mundet të ketë kryer punë e vepra që zgjasin për jetë, si dhe pas vdekjes së njeriu, mirësitë e këtyre veprave mund të arrijnë deri në ditën e Kiametit. Në një hadith të Imam Sadikut, paqja e Zotit qoftë mbi të, është transmetuar: njeriut pas vdekjes i mbyllet dosja e veprave, tek ai nuk arrin më asgjë, as shpërblim, as mirësi, përveç se nëpërmjet 3 rrugëve që janë të përbëra nga a. Gjërat e dobishme që janë në shërbim të njerëzve, të cilat më pas, mbas vdekjes së njeriut, mbeten si trashëgimi, si spitalet, shkollat e të tjerë. B. Udhëzimi dhe edukimi, të cilin e përcjellin brezat pas vdekjes së tij. C. Lutja e fëmijëve të devotshëm për prindërit e tyre. Në një transmetim tjetër janë cituar 6 gjëra që u vinë në ndihmë besimtarëve: fëmijët e devotshëm dhe të mbar, leximi i Kuranit, hapja e puseve të ujit, mbjellja e pemëve, sigurimi i ujit, si dhe tradita e pastër që lë pas njeriu dhe që pasohet nga të tjerët. Në disa transmetime është theksuar gjithashtu edhe dija që njeriu lë në mesin e njerëzve. Përsa i përket çështjes së traditës së mirë dhe të pastër, kemi transmetime të ndryshme, transmetime që paralajmërojnë njerëzit të jenë të kujdesshëm, vigjilent, sepse për shkak të veprave të tyre mund të ndryshojë tradita në mesin e njerëzve. Indjeri et-Tabarsi në vazhdim të ajetit për cilin folëm, transmeton një hadith: një ditë një person në pranit profetit Muhammed, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, u ngrit dhe kërkoi ndihmë nga njerëzit, që të gjithë heshtën. Në këtë çast, një nga ashabët u ngrit dhe i solli diçka për të pirë, të tjerët e ndoqën atë duke ndihmuar me gjëra të tjera. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, tha: ai që lë te të tjerët një traditë të mirë dhe të tjerët e ndjekin atë, kjo gjë në vetvete ka shpërblimin e saj. Po ashtu ata që e ndjekin këtë traditë të mirë kanë shpërblimin e tyre, shpërblim që nuk shteron, ndërsa ata që lën traditë të keqe dhe të tjerët e ndjekin atë, kjo ka mëkatin e saj. Po ashtu ata që e ndjekin këtë traditë do të marrin mbi supe mëkatet e tyre pa u shteruar dhe pa u paksuar. Këtu Hudhaifa lexoi ajetin 5 të sures Infitar, atëherë çdo kush do të mësoj për veprat që ka bërë dhe që ka lënë pa bërë. Po ashtu transmetohet nga prijesi besimtarëve Ali ibn Abi Talibi, paqja e Zotit qoftë mbi të, se ka thënë: si do t'jeni atëherë kur të gjitha çështjet të përfundojnë, atëherë kur varret të përmbysen dhe të gjithë ju të paraqiteni në skenën e ditës së gjykimit. Atje është vendi ku të gjithë do të gjykohen për veprat e tyre, të gjithë ata do të kthehen tek Allahu që është mbikëqyrësi dhe ruajtësi i vërtetë i tyre. Ata që i përshkruan Allahut shok nuk do e kujtojnë më në mendjet e tyre. Këto ajete dhe transmetime të tjera paraqesin përgjegjësinë e njeriu karshi veprave të tij sipas këndvështrimit të fesë islame. Po ashtu ato tregojnë se njeriu deri diku është përgjegjës për veprat e tij, ndonjëherë veprat e njeriu gjenden pas qindra vitesh, si dhe shpërblehet për veprën dhe ndikimin e mirë që ka lënë në mesin e njerëzve, ose ndodhe kundërta që mbi supet e tij rëndojnë mëkatet dhe punët e veprat e këqija. Përsa i përket këtij fakti, kemi folur në komentimin e surës An-Nahl.